Duke nisur nga dita e mërkurë, çdo qytetar shqiptar që zotëron një aparat celular duhet të dorëzojë të dhënat personale të telefonit. Në të kundërt, do të gjobitet me 5.000 lekë. Dhunimit të privatësisë, Partia Demokratike bën thirrje që shqiptarët t'i përgjigjen me mosbindje. Partia Demokratike i bën thirrje sot çdo shqiptari të reagojë me mosbindje, të refuzojë me përbuzje vendimin e Edi Ramës, të mos i dorëzojë të dhënat personale siç kërkon ai, të qëndroj fort në drejtën e tij apo të saj kushtetuese që garanton privatësinë dhe qëndron mbi çdo vendim arbitrar qeverie. Kreu Demokrat paralajmëroi kompanitë celulare se nëse shkelin kushtetutën, do të përballen me paditë civile dhe penale. Partia Demokratike ju bën thirrje kompanive celulare në Shqipëri të respektojnë kushtetutën e Shqipërisë dhe të mos ja dorëzojnë Edi Ramës të dhënat personale të abonentëve. Në të kundërt, ato do të përballen me paditë civile dhe penale të opozitës dhe qytetarëve të vendit, si dhe me thirrjet tona për bojkot masiv për çdo që do të mbajë përgjegjësi për këtë palishmëri skandaloze duke zbatuar këtë urdhër të palishëm. Për opozitën, me këtë vendim antikushtetues, i cili bie ndesh me konventat ndërkombëtare të drejtave të njeriut, kryeministri Rama synon të përgjojë jo vetëm bisedat telefonike, por edhe rrjetet sociale. Kjo i kujton demokratëve regjimin komunist. Ai kërkon të kontrollojë Facebookun e secilit, WhatsAppin, Viberin, BBM-in, kërkon të di se çfarë flasin e mendojnë shqiptarët. Me këtë vendim, Edi Rama ju sjell kujtesë shqiptarëve kontrollin e korrespondencës me letra në vitet më të errta të komunizmit. Ai kërkon të shndrohet në vllajën e madh shoqërisë totalitare që përgjon gjithçka. Teksa kërkojnë reagim masiv sa nuk është vonë, Partia Demokratike i është drejtuar jo vetëm gjykatës kushtetuese, por edhe institucioneve që mbrojnë të drejtat e njeriut.